Gjithashtu edhe do të ndërtojmë edhe shkolla të reja në qytet si dhe në fshatra. Platforma jonë qeverise është punuar bashkë me ekipin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Ferizaj dhe është ndërtuar mbi shtylla të forta të zhvillimit, ku prioritet kemi arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, mjedisin, ekonominë, kulturën, rinin dhe sportin, si dhe shërbimet publike dhe infrastruktura. Në arsim, angazhimi ynë fillestar është që të funksionalizohen në qerdhet ekzistuese dhe të ndërtohen në objekte të reja sa i përket infrastrukturës fizike. Gjithashtu edhe do të ndërtojmë edhe shkolla të reja në qytet si dhe në fshatra, duke përfshirë edhe digitalizimin e tërësishëm të arsimit në komunën e Ferizajt, përfshirë tabelat digjitale dhe forma tjera të funksionimit të digitalizimit në arsim. Po ashtu edhe sa i përket shëndetësisë, do të përfundojmë infrastrukturën kryesore, që do të thotë nënkuptohet edhe qendra e mjekësisë familjare në fshatin Koshare të përfundohet. Më pastaj do t'ju kushtojmë një rëndësi të veçantë edhe furnizimit me aparaturën e nevojshme si në qendrën diagnostike, po ashtu edhe në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Ferizajt, dhe do të shtojmë numrin e stafit, duke përfshirë stafin e mjekëve dhe infermierëve. Gjithashtu konsiderojmë që në qendrat e mjekësisë familjare duhet me patjetër të kemi edhe staf tjetër shtesi laborant, fizioterapeut dhe stomatolog. Gjithashtu, edhe në kulturë, rini dhe sport, planifikojmë që qendrën e kulturës ta shndrojmë në muze të kujtesës, si dhe në një hapësirë të përshtatshme për shoqatat e dalura nga lufta e UÇK-s. Gjithashtu kemi edhe projekte tjera që kanë të bëjnë edhe me identitetin tonë kulturor, ndërtimi i veprave artistike dhe po ashtu do të ndërtohen edhe shumë objekte tjera sportive. Në shërbimet publike, po ashtu synojmë furnizimin me ujë të pishëm, duke rritur kapacitetet, duke i dyfishuar në fabrikën e ujit në fshatin Pleshin. Do të ndërtojmë po ashtu tregun e Gjelbërt